Ju përshëndes gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. SPAK ka propozuar emrin e Joni Ketës për drejtor të Byros Kombëtare të Hetimit. Emërimi do të shqyrtohet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që do të vendosë më pas me vot për të. Aktualisht në detyrën e zëvendës drejtorit Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta u përzgjedh nga Komisioni Prokurorëve të SPAK mes 7 kandidatësh në garë. Keta do të ketë një mandat 5 vjeçar dhe pason në këtë detyrë Aida Hajnajn. Pas më shumë se 4 muaj nga çelja e garës, SPAK propozon emrin e Joni Ketës për drejtor të Byros Kombëtare të Hetimit për 5 vitet e ardhshme. Emri Joni Ketës, i cili aktualisht mban detyrën e zëvendës drejtorit të institucionit të quajtur si FBI shqiptare, i propozohet Këshillit të Lartë të Prokurorisë për të votuar në 2 dhjetor. Përzgjedhja e tij mes 7 kandidatëve u bë nga komisioni i posaçëm i përbërë nga kreu i SPAK Altin Dumani, si dhe 2 prokurorët Arben Kraja dhe Behar Dibra. Të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues amerikan dhe të Bashkimit Evropian. Kandidatët e tjerë në garë ishin ish-drejtori i policisë Gledis Nano, shefi i hetimit të krimeve ekonomike në polici Gentian Doj, prokurori i Tiranës Andi Pokçe, Artur Beu, ish specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare në Interpol, Elton Korlugu, ish shef policie dhe Gentian Sheja, ish drejtues i policisë së Vlorës së Lezhës. Joni Keta para detyrës së zëvendës drejtorit në Byron Kombëtare të Hetimit ka qenë oficer i policisë gjyqësore në prokurorinë për krimet e rënda. Pas krimit të Byros Kombëtare të Hetimit, ai u bashkua strukturës së hetuesve të saj. Fokusi i punës së Joni Ketës në Byron Kombëtare të Hetimit është kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai ka qenë pjesë e grupit të hetuesve edhe në operacionin Ura, si dhe në operacione të tjera kriminale me shtrire ndërkombëtare. Joni Keta ka marrë pjesë në takime të ndryshme të përfaqësuesve të SPAK me delegacione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, ndërsa ka përfaqësuar Shqipërinë në shumë takime ndërkombëtare deri në Amerikën Latine. Joni Keta vjen nga një familje lidhur me sistemin e drejtësisë, pasi është djali i prokurorit Hysen Keta. Dëshmia vullnetare e Ilir Metës për 21 janarin është e panjohur për Sali Berishën. Ai përmendi sot ato që e quajti presion që u bën atkoh nga Dritan Prifti për një video pa dhënë detaje. Por në vitin 2015, kur me Ilir Metën ishin armiq, kreu i kuvendit pati përmendur se në atë video dilte i biri i kryeministrit. Megjithse ka përzon nga partia, Sali Berisha mbrojti ish-ministrin e kohës Lulzim Basha dhe tha se nuk ka patur asnjë shkelje. Basha përgjegjës për 21 janarin, Meta thot po, Berisha thot jo. Tani, për sa i përket përgjegjësisë, nuk kam, do të thënë, një skenarij atill i dhunshëm, i parë i pa precedent ndonjëherë, por me ato që kam konstatuar, masa ishin marrë, kështu që nuk di në një përgjegjësi për çfarë thot Meta për... Por atëherë, kush po i fshihet 21 janarit? Se çfarë dini Ilir Meta, sigurisht mund të di, nuk them se ka qenë zëvendës kryeministër. Sali Berisha kryeministër, i ishte kërkuar nga Dritan Priftit që të emronte një detyrë tjetër të rëndësishme, ose përndryshe ka një regjistrim. Fjala ime ishte kjo, nxirre sa po dalish nga dera e zyrësime. Nxirre. Kjo është e vërteta, kur. Nuk merr dot më kushpek. Se çfarë kishte në videon e Dritan Priftit, e çfarë ndodhi më pas, e di vetëm Meta dhe Berisha, por e vërteta shpesh del kur mbaron romanca e shpallet divorci. Zoti Berisha nuk e jap 2 herë dorëheqjen për shkëlzen Berishën, po deshe për ty bëj çdo gjë. Për Zeni një herë kam dhënë dorëheqjen. Për Zeni dhe për Dritan Priftin, apo jo? Ai se të kërcënon ty Dritani me videot e Zenit dhe bashkë me Tomën, kjo është çështje tjetër, nuk është çështje ime, të lutem shumë. Për 700.000 euro dhe dorëheqjen herën e parë. Jo më jo, e dhash për shkëlzenit unë dorëheqjen. Se shkëlzeni ishte në videot e Dritan Priftit, ti e di shumë mirë. Edhe më the, shiko çam ka bërë ky budallaj. Por tani në romancën e re opozitare, doktori e bëri një pas. Tha se si ai edhe Ilir Meta për 21 janarin janë bashk pa faj. Edi Rama dhe Filip Çakulli marrin fjalë me copy-paste me 28 herë në video dhe nxjerrin sikur Ilir Meta i ka thënë se na ka dhënë kemi marrë 700.000 euro. Cili do që do të hetoj këtë çështje e ka të qartë
se kjo ishte pjesë e skenarit të dhunës me 21 janar. Nga datën 14 apo 15 janar, pra para 21 janarit, ka ardhur në zyrën time dhe më ka thënë, unë do jap dorëheqjen. Ishin standardet tjera, ato jo standardet e Ramaduros. Sa për Bashën doktori ka drejt, a ende dhe sot e ka kompleks të pranoj pavarësinë e tij në opozit, jo më në qeveri, por sa për vetë Berishën dhe djalin e tij, Meta ka premtuar se bën çdo gjë për doktorin, vetëm se kësaj radhe nuk dihet çfarë do i fal, koalicionin e Lirisë apo të Qelisë. Dosja Gërdeci do të vijojë të gjykohet nga gjyqtarja Irena Gjoka. Kreu gjykatës posaçme rrëzoi kërkesën e saj për largim nga çështja, duke sqaruar se nuk është në kushtet e papajtueshmërisë. Ky vendim shmang rinisjen dhe njëherë nga e parat procesit ku i pandehur është Fatmir Mediu. Kryetari i gjykatës së posaçme Erion Bani ka rrëzuar kërkesën e bërë më 11 nëntor nga gjyqtarja Irena Gjoka për të u larguar nga gjykimi i ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediut për tragjedinë e Gërdecit. Gjykatësi Erion Bani ka argumentuar në rrëzimin e kërkesës së bërë nga Irena Gjoka se nuk ka kushte të papajtueshmërisë. Me këtë vendim shmanget nisja nga e para e gjykimit të dosjes hetimore në ngarkim të Fatmir Mediut për tragjedinë e Gërdecit. Irena Gjoka kërkoi largimin e saj me argumentin se ka qenë gjyqtare e seancës paraprake dhe se çështjen e mori pasi i pandehur i kërkoi fillimisht gjykim të shkurtuar, por me nisjen e procedurave me gjykim të zakonshëm, gjendej në kushte të papajtueshmërisë me procesin. Më herët gjykata e posaçme ka refuzuar dhe kërkesën e bërë nga vetë Fatmir Mediu për largimin e Irena Gjokës nga procesi i gjykimit. Gjatë seancës së të mërkurës, prokurori Klodian Braho relatoi një pjesë të provave shkresore që kërkoi të bëhen pjesë e shqyrtimit gjyqësor dhe në këto kushte seanca u shty në datë 9 dhjetor për të vijuar me këtë moment procedural hetimet e SPAK për shpërthimin e Gërdecit. U rihapën pas 12 vitesh nga ngjarja, me iniciativën e familjes së një prej viktimave të shpërthimit në mars 2008, tragjedi që shënoi 26 humbje jete e qindra të plagosur. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese pritet të mblidhet të njëjtën për kërkesën për pezullimin e vendimit të Gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për numrin 2 të qeverisë deri në shqyrtimin e çështjes në themel në fillim të muajit dhjetor. Në padi kërkohet shfuqizimi i vendimit të GKK-s për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe theksohet se gjykata e posaçme ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Të njëjtën do të mblidhet kolegji i gjykatës për të caktuar kalimin në seancë të padisë së kryeministrit Rama për masën e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në këtë mbledhje treshja e gjyqtarëve kushtetues verifikon kriteret e padisë nëse përmbushen apo jo, për të çuar çështjen në mbledhje gjyqtarësh në vijim. Mes treshjes së gjyqtarëve është dhe Sander Beci që është caktuar relatori i padisë së kryeministrit për rastin Balluku dhe përgatit dokumentacionin për trupën e gjyqtarëve. Sipas burimeve të ABC News, seanca më e shpejtë pritet të zhvillohet në datën 2 dhjetor, të martën e javës së ardhshme. Në këtë mbledhje gjyqtarët duhet të shprehen mbi kërkesën e kryeministrit për të hequr masën e pezullimit ndaj zëvendës kryeministres Balluku e njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Sikundër edhe në kërkesën dorëzuar kushtetuese, qeveria ka argumentuar se kjo mas ndaj Ballukut pengon veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Pas Ramës, vetëm zëvendës kryeministri mund të nënshkruajë aktet që miratojnë në Këshillin e Ministrave në mungesë të kryeministrit. Në padi gjithashtu theksohet se gjykata e posaçme ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit, duke penguar punën e një antari të Këshillit e Ministrave, që gëzon imunitet njësoj si deputeti. Kryeministri ka cilësuar vendimin e GKK-s për Ballukun antikushtetues, pasi cënon garancinë e imunitetit të Këshillit të Ministrave, cënon parimin e ndarjes së pushteteve dhe pengon veprimtarinë e Këshillit të Ministrave, si dhe ndërhyn në kompetencat e organeve kushtetuese, që kryen propozimin, emërimin dhe miratimin e ministrit në detyrë. Mbi bazën e këtyre argumenteve, qeveria kërkon prej gjykatës kushtetuese që të shfuqëzojë masën e gjykatës së posaçme mbi zëvendës kryeministren. Unë jam në studio me zotin Artur Nura për të diskutuar për zhvillimet e ditës së sotme. Përshëndetje, faleminderit zotin Nura që jeni me ne, si gjithmonë është kënaqësi edhe për ne. Pritet që ditën e nesërme të nisë edhe procesi në gjykatën kushtetuese, është një çështje për cilën ne kemi diskutuar edhe më herët, pa dashur
për ta paragjykuar. Unë dua t'ju pyes çfarë prisni në tërësi lidhur me debatin për ndërhyrjen e sistemit të drejtësisë në pushtetin ekzekutiv. Nuk kemi të bëjmë me një debat, por kemi të bëjmë me një koncept juridik në bazë të shtetit. Unë besoj që edhe institucionet e drejtësisë tashmë ka nevojë për një check and balance. Që siç e ka institucioni politikës, siç e ka ekzekutivi me parlamentin, siç e ka parlamenti me elektoratin, duhet edhe institucionet e drejtësisë të bëjnë një check and balance. Në këtë radhë balancën e bën gjykata kushtetuese. Kushtetuta është themeli i ndërtimit të shtetit, themeli i demokracisë. Dhe pa dyshim që përgjegjësia më e madhe për të vendosur ekuilibrat midis institucioneve të drejtësisë është gjykata kushtetuese. Unë kam besim që duke ndjekur se nuk është se kemi pasur vëmendjen e dur ndaj gjykatës kushtetuese, dhe kjo na bën edhe ne gazetarëve të reflektojmë. Duke ndjekur procesin me Erion Velian, që u bën në mënyrë transparente, dhe shpresoj edhe këtë radhë do bëhet në mënyrë transparente, e hapur për publiku, sepse është një kulturë juridike që na nevojitet ne, po padyshim edhe publikut, unë besoj që do të kemi një përgjegjësi të madhe. Pse them përgjegjësi të madhe? Në ndërtimin e shtetit, më i rëndësishmi është vota e popullit, në ndërtimin e shtetit demokratik, gjithmonë duke u mbështetur mbi konceptet bazë të filozofisë perëndimore. Kështu që qofse ti ndërhyn në kompetencat e një institucioni i cili vendoset nga vota poshtë, nga vota e njerëzve, pra parimisht po japim një shifër abstrakte, një deputet vendoset nga 15.000 vota. Janë 15.000 qytetarë, kurse një prokuror apo një gjyqtar nuk vendoset nga 15.000 vota, vendoset nga një hierarki e caktuar që ka sistemi i drejtësisë dhe sigurisht kjo duhet të konsiderohet në gjykatën kushtetuese. Futja e kompetencave të gjykatës në ekzekutiv, i cili vjen nga parlamenti dhe parlamenti vjen nga populli, është një çik problematike. Kështu që në këtë rast, pa paragjykuar procesin e personit në fjalë apo proceset e personave në fjalë, këtu kemi të bëjmë me koncepte bazë të demokracisë. Kështu që unë besoj që vendimi, e tham edhe në bisedën e shkuar, që vendimi i kryeministrit është i duri, sepse duhet patjetër një check and balance për sistemet e drejtësisë. Po është edhe shumë rëndësishëm duke patur parasysh precedentin që krijon, apo jo? Po, patjetër, nëse domethënë vendimi i gjykatës kushtetuese është themelor në këtë rast. Vendimi do të sjellë precedentin. Dhe kështu nuk do të kemi, nëse do vendoset që ka kryeministri apo kryeministria të drejtë, ju i kishin në politikën redaksionale të vendosura edhe shtyllat bazë të kësaj kërkesë padije apo që po bën kryeministria në gjykatën kushtetuese, është e qartë. Kështu që unë besoj që do ta gjykojnë ZMZ, do ta gjykojnë në tërësi dhe padyshim duhet të sugjerim mjaft racional, duhet të konsiderojnë pushtetin e popullit. Pushteti i votës është pushteti themelor. Dhe këtu ndërtohet dhe baza e shtetit. Pa votë, pa demokraci, nuk do të kishte do të ishim pa avokat mbrojtës, për shembull, siç ishim në periudhën e diktaturës. Kështu që këtu është themeli. Në rast se do të kemi një gjykim në favor të kryeministrisë, sipas meje, kërkesës kryeministrisë, sipas meje do të jetë një bazë, një precedent shumë pozitiv për ndërtuar disa baza. Do ta diskutojmë në fakt, unë dua që në këtë moment të kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe do të rikthehemi pas pak me zotin Nura për të marrë në arsyetim dhe në analizë çdo vendim të mundshëm gjykatës kushtetuese, posa kaq të ndalemi edhe tek zhvillimet që vijnë nga 21 janari. Një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi së bashku drejt për drejt në studion e Tirana Live, vjojmë të diskutojmë për procesin që pritet të nisë nesër në gjykatën kushtetuese. Jam me zotin Artur Nura, me cilin po diskutonim për një vendim të mundshëm që do të merret patjetër në vijim në kuadër të rëndësisë që ka edhe për precedentin që krijon, apo jo? Padyshim, edhe për precedentin juridik të shtetit, është një vendim shumë e përgjegjësi për gjykatën kushtetuese, po më përgjegjësi dhe për gjithë ne. Sepse i referohemi check and balance. Qofse do kalojmë në temat e tjera, që kanë të bëjnë gjithmonë me sistemin e drejtësisë, ne po shohim qartazi që tashmë sistemi i drejtësisë po ndërhyn në kompetencat e pushteteve të tjera. Fakti që i rastësia, sepse hidhet me shortë vendosja e gjykatëve, një zonjë të caktuar i bin gjitha çështjet e rëndësishme politike, si mund ta lësh ti në një zonjë, në një person, të ndaj pushtetet, të ndaj limitet ku fillon dhe ku mbaron kompetenca e njërit pushtet me kompetencën e tjetrit pushtet. Kështu që domosdoshmërisht duhet një reformë legjislative për të ndërtuar ekuilibrat e nevojshëm
për check and balance të sistemit të drejtësisë, sepse është sistemi i drejtësisë që po vendos ministra. Sistemi i drejtësisë që po vendos kush është përgjegjës dhe kush është jo përgjegjës. Kështu që patjetër që duhet një reformë e cila duhet të avancuar, duhet të jetë gjithëpërfshirëse, sepse reforma kaq të rëndësishme janë domosdoshmëri gjithëpërfshirëse, e padyshim edhe opozita në këtë rast, sepse është në një farë mënyrë edhe ajo e penalizuar nga ky pushtet që ka marrë sistemi i drejtësisë, dhe padyshim unë shpresoj që mesazhin e merr edhe opozita edhe shumica dhe duhet të gjetur forma. Unë mund t'jap sugjerimin politik, po sugjerimin juridik duhet ta marrin grupet e punës, për të ndërtuar limitet e caktuara të pushteteve. Ku, ne si themi, demokracia nis fillon ku fillon e drejta ime dhe mbaron e drejta ime ku fillon e drejta juaj. Kështu duhet funksionojë edhe për sistemin e drejtësisë. Fillon të gjykosh, të japësh drejtësi, po mbaron në kompetencat që ndan kushtetuta për pushtetet e tjera. Kështu që kjo është padyshim ky vendim do të japi një precedent shumë të rëndësishëm për të ndërtuar bazat për më tej për kufizimin e kompetencave të një pushteti caktuar kundrejt pushtetit tjetër. Ne jemi shoqëri në zhvillim, jemi demokraci në zhvillim, dhe këto praktika tregojnë që ne po shkojmë drejt një, po themi, konsolidimit demokracisë. Vendimet gjyqësore ndihmojnë në konsolidimin ose jo të demokracisë shqiptare. Kështu që është patjetër duhet të, nëse do analizojmë, patjetër shumica qeverisë duhet të japim notën që i merikon, sepse ka pranuar vendimin e sistemit drejtësisë, pavarësisht se e gjykon që është i gabuar, e ka tejkaluar, ama e ka pranuar dhe është drejtuar po sistemit drejtësisë një shkallë më të lartë për t'i dhënë zgjidhje problematike. Kjo quhet demokraci funksionale. Dhe në këtë rast ne kemi demokraci funksionale. Mirë, do ndalemi pak tek opozita tani, pasi çështja e 21 janarit ka sjell disa qëndrime shumë të debatueshme, diskutueshme, por edhe interesante ndoshta. Sa i takon së fundmi zhvillimeve, ka qenë Ilir Meta, i cili dje tha se është i gatshëm edhe kërkon që të merret në pyetje nga SPAK për çështjen e 21 janarit. Sot pati një reagim zyrtar në konferencë për media të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha se Lulzim Basha nuk ka asnjë përgjegjësi, nuk ka asnjë shkelje në ato çështje, por nëse rikujtojmë të paktën deklaratat që ka patur më herët Meta, përgjegjësinë kryesore shihte tek Lulzim Basha, sa kaq u fol sot edhe për një video nga ana që i është përdorur ish kryeministrit kohës nga ana e Dritan Priftit për presion. Çfarë po ndodh? Unë besoj që e para ish presidenti apo ish zëvendës kryeministri i asaj qeverie, nëse do të kishte informacione të duhura, duhet i kishte bërë me dije përpara. Nëse sot dëshiron të përdori politikisht, demokracia ja lejon këtë mundësi. Po sigurisht janë sistemi i drejtësisë që duhet vendosi nëse duhet ta marrë këtë, po themi këtë informacion që pas ka zoti Meta dhe nuk e ka dhënë gjithë këto vite, dhe padyshim unë besoj që zoti Meta do të funksionojë politikisht. Pra do të mbrojë Sali Berisha në interes të zotit Berisha. Me që situata ka shkuar në një pikë delikate, zoti Meta do t'i demonstrojë zotit Berisha që pavarësisht se jam këtu, unë jam me ty sot. Pavarësisht se atëherë nuk isha me ty, sot jam me ty. Kam kuptuar gabimin. Këto janë zgjedhje pragmatike që i bën politika. Po për video nuk e di, e marr me rezerva se nuk kam informacionin e duhur, se edhe nuk jam gazetar i kronikës, nuk e mbaj mend këto. Po sigurisht mbaj mend 21 janarin si ka ndodhur. Dhe mbaj mend edhe deklaratat e zotit Meta atëherë për protestuesit ç'a thoshte. Po, domethënë politikani duhet filtruar me përgjegjësinë që ka për të shkuarën, duke referuar dhe të ardhmes. Dhe ju e mbani mend ç'a deklaratash të rënda ka bërë zoti Meta për protestuesit, flokët palarësit, këto. Edhe sot dali që ata ishin floklar, nuk ka si të jetë kjo gjë. Do t'i demonstroj zotit Berisha, sipas fokusit që analizës time, t'i demonstroj besnikëri dhe t'i thotë që edhe ti duhet më demonstrosh besnikëri mua, se unë jam pas hekurave, duhet të gjem format si të funksionoj më mirë për të fituar betejën tonë politike. Po, a do konsiderohet, as do konsiderohet, është për t'u parë se ata që kanë dokumentat, ata që kanë marrë deponimet, se ne nuk i dim deponimet brenda, ne dim ato që na thuhen kur dalin jashtë. Dhe nga
e thëna brenda, në të thënën jashtë duhet ketë një lumë. Ka diferencë madhe. Duhet ketë një lumë. Po tani, si qëndron e vërteta, po themi, ose qasja që Ilir Meta mund të ketë me Lulzim Bashën, se përgjegjësinë dikush e ka për atë ngjarje, se faktin e kemi, 4 të vrarë në bulevard. Se jo rastisht referova periudhës, se gazetar që i kam ndjekur nga afër, mbaj mend zotin Rama që i pati deklaruar atëherë të arrestohet zoti Basha, si ministër i brendshëm dhe si përgjegjësi kryesor, duke referuar pa dushim ekspertëve të vetë që i kanë sugjeruar si pas të gjitha kompetencave duhet jetë urdhër i Lulzim Bashës, po ajo gjë nuk funksionoi atëherë, zoti Basha ka pranuar të deponoj, ka deponuar, nuk kemi informacionin e dur, po gjasat janë që zoti Basha mund mos e ketë dhënë urdhrin vetë, po ta ketë dhënë të tjerë. Fakti që zoti Berisha i del në krah zotit Basha tregon është një telefon i prishur, ky është termi po themi popullor për njerëzit. Po pra duket sikur Ilir Meta do shpëtoj Sali Berishën në tani. Thuaj gjërat që duhet sepse unë do të mbështes. Këto janë kompromise politike, pavarësisht se vetëm atë nuk e pranon Partitë Demokratike, po e pranon në procesin për 21 janarit, sepse i duhet për arsye të kuptueshme. Sepse qofse ka patur se funksionon në 2 forma, në ligj edhe maliq, në gjitha kohrat. Dhe ai që ka funksionuar në sistemet siç është dekryoni në zhvillim, apo në shoqëritë në zhvillim është maliqi. Dhe maliqi atëherë ishte zoti Berisha. Asgjë mund të ndodhte pa qenë dakord zoti Berisha. Kështu që kjo është një farë mënyre, një lloj frike, po themi, e zotit Berisha për çfarë mund dalë më pas, se zoti Berisha ka demonstruar që s'ka frikë, po që mund të jetë një kujdes i tij për atë që mund dali nga Basha, sepse Basha ka qenë njeriu më i afërt, pavarësisht se sot është njeriu më i largët, ishte dikur njeriu më i afërt e sigurisht di gjëra. Dhe besoj që është i shqetësuar. Duke sigurisht ato ditët e fundit, momentet e fundit, ka një proces që kërkohen aleancat mundshme. Ai nuk është i panderot, mos harrojmë, zoti Berisha nuk është i panderur në rastin e një sani, është tritur si person që ka dieni për ngjarjen. Dhe nëse duam përdorim terma gazetaresk, jo juridik, se në termin juridik është ka dieni për ngjarjen. Në termin gazetaresk që ka dienin më të madhe për ngjarjen, se ishte kryeministri. Ishte ai që komandon, që urdhëronte, po dhe ka komanduar, se Berisha ka qenë gjithmonë politikan i fortë, siç është edhe sot në opozitë, komandon opozitën. Kështu që këto janë gjëra që tregojnë që mund të ketë lajme të rëndësishme nga fronti 21 janarit. Që do duhet i presim patjetër dhe ne do të kemi mundësi të diskutojmë. Unë falenderoj shumë Nuray që ishe me mua. Faleminderit. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me zhvillimet nga kronika e shënjes të atentatit të djeshëm në Lushnjë. Julian Sulaj, që mbeti plagosur nga të shtënat me armë, u ka thënë hetuesve se nuk i njeh autorët që qëlluan në drejtim të tij. ABC News ka siguruar një foto të momentit të ngjarjes ku duken 2 atentatorë që kanë dalë nga makina dhe qëllojnë me armë. 25 persona janë shoqëruar në polici për të marrë në pyetje. Një nga kamerat e sigurisë në zonë ka fiksuar dinamikën e atentatit ndaj Julian Sulës të martë në Lushnjë. Në foton e siguruar nga ABC News shihen 2 persona me maskë të zezë në fytyrë dhe me kapele, të cilët dolën nga makina që ishte e parkuar në rrugën Mistomame. Sapo kanë parë BMW-n e zezë të 45 vjeçarit kanë zbritur nga mjeti dhe kanë gjuajtur drejt tij, njëri me Kalashnikov dhe tjetri me pistolet. Dalja e tyre ka qenë me vonesë pasi makina e shënjestrës ka kaluar me shpejtësi. Dyshohet se 45 vjeçari i ka parë atentatorët dhe ka shtuar shpejtësinë e makinës, duke ju shpëtuar mrekullisht plumbave. Sipas informacioneve të siguruar nga grupi i hetimit, atentati ka zgjatur vetëm 10 sekonda, 6 plumba kanë prekur makinën, ndërsa një ka prekur shënjestra në këmbë. Fillimisht 45 vjeçari ka shkuar në lokalin e tij në Karbunar dhe më pas në shtëpi. Ka qëndruar për disa minuta dhe më pas ka shkuar të mjekonte këmbën në spital. Megjithatë, dëshmia e dhënë përpara grupit të hetimit nuk po ndihmon në zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e kapjes së autorëve. Nuk di asgjë, nuk pash asgjë, vetëm dëgjova krisma. Për këtë ngjarje janë shoqëruar në komisariat 25 persona për dhënë dëshminë e tyre në lidhje me atentatin ndaj Julian Sulës. Përveç verifikimit të kamerave të sigurisë, grupi i hetimit po verifikon edhe targën e pronësisë automjetit tip Nissan Qashqai, që u gjeti djegur në fshatin Lifaj së bashku me një pistolet. Nëse grupi i hetimit mund të gjejë gjurma dënoje në mjet ose armë, të lehtësoj puna për identifikimin e autorëve të atentatit.
Rivali Aldo Bares, Julian Sula, la ambientet e spitalit në të njëjtën ditë që edhe u plagos. Pistat ku poetohen janë disa për shkak të kaluarës kriminale të 45 vjeçarit. Ai njihet si rivali Aldo Bares, kreu të bandës së Lushnjës. Sulo ka qenë i dyshuar dhe për atentatin organizuar ndaj nipit të Aldo Bares, Gjulio Shkurti, në 2017. Ai u la i lirë pasi nuk kishte asnjë provë që e lidhte me atentatin që njihet ndryshe edhe si masakra e Lushnjës. Një operacioni Guardia di Finanza ka goditur një grup të trafikut kokainës nga Amerika Latine në drejtim të Europës. Mes të arrestuarve janë dhe 6 shqiptar, pjesë e kësaj organizate kriminale. Operacioni i zhvilluar në Itali kundër një rjeti të gjerë të trafikut të drogës nga Amerika e Jugut ka nxjerrë sërish në pa përfshirjen e shtetasve shqiptar në grupe kriminale që veprojnë ndërkombëtarisht. Operacioni i Guardia di Finanza shkatërroi grupin italo-shqiptar që merrej me trafikun e kokainës dhe sipas asaj që shkruajnë mediat italiane, janë ekzekutuar në total 28 masa sigurie, prej të cilave 25 në burg dhe 3 në arrest shtëpie. Në operacionin e zhvilluar, dyshohet se janë përfshirë shqiptarët Mario Saliu, Fation Aliu, Ervin Bashmeta, Kujtim Daiu dhe Artur Hoxhosmani. Për të gjithë është vendosur masa arrest në burg. Grupi kriminal akuzohet se kanë trafikuar 3.5 ton kokain, nga të cilat më shumë se 400 kg u sekuestruan në Itali dhe jashtë vendit. Brenda afërsisht 2 vitesh, organizata kriminale transportoi drogë me vlerë mbi 27 milion euro. Hetimi u përqendrua kryesisht në analizimin e përmbajtjes së bisedave të shkëmbyera në telefonat celular, duke përdorur sistemin Sky ECC. Hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rjetit dhe sekuestrimin e pasurive të përfituara nga trafiku i drogës. Me ardhjen e kryetares së re në kryet Bashkisë së Florës, struktura dhe numri i punonjësve të këtij institucioni pritet të ndryshojë dhe kjo në funksion të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët. Projekt vendimi për riorganizimin e bashkisë dhe institucioneve në varësi parashikon dhe rritje pagash për policët bashkiak dhe disa kategori të tjera punonjësish. Struktura e Bashkisë së Vlorës dhe numri i punonjësve të saj pritet që të ndryshojë. Kryetaria e re e Bashkisë së Vlorës, dal nga zgjedhjet e pjesëshme lokale të 9 nëntorit, ka propozuar projekt vendimin, i cili pritet të miratohet nga Këshilli Bashkiak i Vlorës në ditët në vijim. Brunilla Mersini në projekt vendimin që mban firmën e saj ka propozuar ndryshime që lidhen me numrin e punonjësve, nivelin e pagave të bashkisë si dhe ndryshime në disa prej institucioneve në varësi të pushtetit vendor, me argumentin se kërkohet nevoja e plotësimit të shërbimeve dhe rritje e eficiencës. Mersini kërkoi miratimin për shtimin e punonjësve në disa ndërmarrje të varësisë së bashkisë. Të tjera pika të cilat janë propozuar në këtë projekt vendim janë edhe njohja e shtesës së pagës për vështirësi pune për punonjësit e policisë bashkiake, si dhe për punonjësit mbështetës të specialiteteve të veçanta. Shërbimi i funksionit të ndërmarrjes së gjelbërimit do të transferohet në ndërmarrjen e pastrimit dhe do të shërbejë si institucion më vete. Po kështu sektori ndriçimi do të kalojë në varësi të ndërmarrjes së shërbimeve publike. Një vit më parë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, struktura e bashkisë u bë me 3 drejtori, ndërmarrja e gjelbërimit, e pastrimit dhe ndërmarrja e shërbimit publik. Shkrirja e ndërmarrjes së pastrimit dhe e gjelbërimit në një institucion të vetëm sipas projekt vendimit kërkohet për shkak të keq menaxhimit. Në këtë projekt vendim është kërkuar gjithashtu që godina e shkollës Shaban Demiraj të vihet në shërbim të institucioneve të shërbimit publik dhe drejtorisë të tatim taksave të Bashkisë së Vlorës. Tregu i kriptovalutave ka shënuar një humbje rekord që arrin në $1 triliard. Ekspert kriptomonedave thonë se investitorët po mbasin besimin dhe kjo për shkak të pasigurive që ka ky treg, edhe sepse ndikohet shumë nga spekulimet. Si faktor kryesor listohet dobësimi i dollarit në tregjet ndërkombëtare, normat e interesit, por dhe politikat tarifore të presidentit Trump. Tregu i kriptovalutave ka shënuar një humbje rekord që arrin në $1 trilion në javët e fundit. Shahin Dokuzi, ekspert i tregut të kriptomonedhave, tha se investitorët po mbasin besimin për shkak të pasigurive, pasi ky treg ndikohet shumë edhe nga spekulimet. Faktor kryesor në rënien e tregut të kriptovalutave liston dobësimin e dollarit në tregjet ndërkombëtare, normat e interesit, por edhe politika tarifore të Trump. Rënjet apo rritjet kaq fuqishme janë normale dhe nuk është se duhet t'i vijemi mbrapa investimeve të tilla. Normalisht edhe çështja që gjithë investitorët po largohen nga rreziku për shkak të politikave globale, normalisht duke qenë se ekonomia trembet ose të rënditet, ata mundojnë që t'i largojnë këto asete të rrezikshme, duke qenë se nuk kanë një bazë fort për blemar, siç e dim që ari u rrit rreth 35-50% në një vit, domethënë.
Kështu që kjo është normale, është edhe rritja edhe forcimi i dollarit. Sa herë që ndodh që normalisht monedat forcohen apo dollari në vetvete, më së shumti, apo dhe ari rritet, normalisht që kriptot bien, sepse gjithë synojnë që të shkojnë ke diçka më e sigurt. Ekspertë të fushës sqarojnë se vlera e monedave virtuale pritet që të pësojë ulje edhe përgjatë vitit të ardhshëm, ndërsa fuqizimi i arit do të ndikojë drejt për drejt në uljen e vlerës së kriptomonedave. Më së shumti Ethereumi dhe Bitcoin janë që merren përballë, monedat e tjera janë, do thënë njerëzit tendohen t'i blejnë më së shumti nga kurioziteti me idenë mos rriten, por që këto janë dy moneda përballë. Po ulën këto, të tjerat janë si derivate, teknikisht janë të lidhura dhe do ulen. Plus që ari do rritet, kjo sjell edhe dollari forcohet, sjell që kriptomonedat do të bien, domethënë. Kriptovaluta më e popularizuar, Bitcoin, ra në $86.000 nga $126.000 që ishte në fillim të muajit tetor. Këngëtari i njohur i muzikës folk, Shpat Kasapi, është ndarë nga jeta në mënyrë të papritur pasi pësoi një atak kardiak teksa ndodhej në Bologna të Italisë. 40 vjeçari nga Tetova ishte një emër i njohur në muzikë në të gjitha trevat shqiptare. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000 dhe përgjatë saj disa këngë të tij u bën hite. Kolegë, artistë dhe miq shprehin dhimbje për humbjen e këngëtarit të njohur. Ka ndëruar jetë në moshën 40 vjeçare këngëtarit shqiptar nga Tetova, Shpat Kasapi. Shpat Kasapi ishte në Bologna të Italisë, ku pësoi një atak kardiak, të cilit nuk i mbijetoi. Nuk raportohet për probleme të mëparshme shëndetësore. Ky lajm ka tronditur industri muzikore dhe fansat shqipfolës të kudo ndodhur. Shpat Kasapi lë pas djalin e tij të vogël Roel nga martesa me ish bashkëshorten Selvia Jaho. Kjo e fundit e konfirmoi lajmin me një postim të dhimbshëm në rrjetet sociale, ku rrëfen se Kasapi ndroi jetën në prani të familjes, të vendosur në Itali për kujdes mjekësor ndaj djalit. Shpat Kasapi ishte një ndër emrat më të dashur dhe këngëtarët më të suksesshëm të Maqedonisë së Veriut. I lindur në Tetov më 1 maj 1985, ai u bë i njohur fal pjesëmarrjes në festivale të mëdha të fillim viteve 2000. Ndër sukseset e para të Shpat Kasapit është kënga Pa ty si jetoj. Të dashuroj për jetë të haroj. E pasuar nga Kush të ndau prej meje. Kush të ndau prej meje, kush të mbushi mendjen. Dhe Valle Kosovare. Dhe valle në lulja ime, dhe vallen ti, o mos dorkave. Nëpërmjet hitit Valle Kosovare, Shpat Kasapi u kthye në këngëtarin që shoqëroi çdo dasmë shqiptare. Vjetra bashkëpunime numëron dhe këngë hite në ritmet moderne, që e mbajtën këngëtarin e ndjerë në listën e më të kërkuarve dhe më të suksesshmëve. Kolege bashkëpunëtor kanë ndarë trishtimin pas lajmit të ndarjes së tij nga jeta, e diskografia e tij do të mbetet një thesar dhe kujtes për fansat e panumër të Shpat Kasapit. Ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live. Për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, mund t'i ndiqni edhe në faqen tonë, abcnews.al, njarësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, miru pafshim.